بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allahun e falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë atij, lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cili ndoqë Allahu e udhëzon nuk ka kush ta devijojë, e kushdo që devijon nuk ka kush ta udhëzojë ata as kush tjetër përveç tij Xhelle Xhelalu. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit vetëm pa ortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Paqja, mëshira, mirësia dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, e mbi çdo besimtar që ndjek dhe pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. Amin. Vazhdon autori, Allahu mëshiroft, duke sqaruar besimin e drejtë të ehli sunetit dhe xhamatit, besim për cilin dietarët kanë shkruar shumë, janë sprovuar për ta mbrojtur këtë besim të drejtë. Shpeshherë kanë dhënë dhe jetën e tyre për ta mbrojtur këtë besim të drejtë. Dhe librat e akides normalisht që ka goxha punim si për të pohuar se cili është besimi i drejtë i ehli sunetit, po edhe për t'ju kundërpërgjigjur dyshimeve të ndryshme që hedhin njerëzit e devijimit në këtë besim të saktë. Thot autori: dhe imani wal imanu bi haudi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tariduhu ummatuhu la yadhma'u man shariba minhu wa yudhanu anhu man baddala wa ghayyar. Dhe duhet besojmë, thot autori, Allah mëshiroft, në haudin e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka për të ardhur në të ummeti i tij, ai i cili pi prej tij nuk ka për të pas më etje dhe do të përjashtohet prej këtij haudi ai i cili ka ndryshuar dhe ka bërë ndryshime në fen e në sunetin e tij alayhi salatu wassalam. Haudi në gjuhën arabe është vendi në cilin mblidhet uji, po themi rezervuari, ndërsa në terminologjinë e dietarëve, pra në diskutimet e besimit, kur flitet për kufizimin që i kanë dhënë, është ai vend i cili Allahu subhanahu wa taala ka për ja dhënë profetit alayhi salatu wassalam në ditën e Kiametit këtë mirësi, pra uji i cili prej tij kanë për të pirë ummeti i tij sallallahu alaihi wasallam. Haudi është nga gjërat e vetme në të cilat nuk ka për të argument nga Kurani. Edhe për këtë arsye disa grupe e kanë kundërshtu, e kanë refuzu haudin e profetit alayhi salatu wassalam. Mirë po, hadithet prej profetit sallallahu alaihi wasallam për haudin, si për të pohuar haudin, po edhe për cilësit e haudit janë shumë. Pra arrisin në gradën mutawatir, pra grada që tek dietarët është e pa kundërshtueshme, e pa kontestueshme, derisa tregojnë, domethënë, që ka arritur numri i sahabëve që kanë folur, pra kanë përcjell për haudin e profetit alayhi salatu wassalam, pra 50 sahabi ose më shumë, pra që kanë transmetuar hadithe për haudin e profetit alayhi salatu wassalam. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur flet për haudin e tij ka treguar disa cilësi që ka thënë. Prej cilësive që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam është që haudi i tij, thot, haudi mesiratu shahrin ma'uhu abyadu min al-laban wa rihuhu atyabu min al-misk wa kizanuhu ka nujumi as-sama man shariba minha fala yadhma'u abadan.
Haudi im, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, distanca e tij është 1 muaj. Pra është shumë i madh. Uji i tij, thot, është më i bardhë se sa është më i bardhë se sa qumshti. Era e tij, thot, është më e mirë se sa era e miskut. Enët nga cilat do të pinë besimtarët janë, thot, prej ari dhe argjendi dhe janë shumë. Këtu në këtë transmetim thot sa yjet në qiell. E një transmetim tjetër thot ekthar min nujumi sema, pra më shumë se sa yjet në qiell. Në hadith tjetër thot wa zawayahu sema wa zawayahu sawa. Pra anët e tij janë të njëjta, të drejta. Pra ky haud, cilin profeti alayhi salatu wassalam e përshkruan hadith, është katror. Pra kjo është forma cilat e kanë treguar dietarët. Është katror, është i madh, i gjatë. Uji në të, në transmetim tjetër ka ardhur që është më i ëmbël se sa mjalti. Dhe haudi i profetit alayhi salatu wassalam është para siratit. Është para siratit. Kemi fol për siratin, haudi i profetit alayhi salatu wassalam, sipas mendimit të pjesës më të madhe, kanë thënë që është para siratit. Para se të kalohet ura siratit, aty do të shkojnë muslimanët për të pirë prej haudit të profetit alayhi salatu wassalam. Ka dalë një çështje tek dietarët, haudi a është prej Keutherit apo jo? Pasi Allahu i thot profetit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an, inna a'tainaka al-Kauthar, ne të kemi dhënë ty Keutherin. Edhe ajo që do të thënë disa e kanë ngatruar, kanë thënë që kjo është e njëjta gjë. Ato faktikisht janë dy gjëra të ndryshme, mirë po kanë lidhje me njëra tjetrën. Sepse në transmetimet e profetit alayhi salam, në transmetimet e profetit alayhi salatu wassalam, kur flet profeti sallallahu alaihi wasallam për Keutherin, tregon që Keutheri është lum, nahrun wa'adani Allahu iyyah. Po kjo është një lum që Allahu ma ka premtuar. Ndërsa haudi tham është, po themi, rezervuar. Pra nga ana gjuhësore, nga kuptimi, kjo është një gjë dhe kjo është një gjë tjetër, ndryshon. Tjetra, ne e dim që haudi tham është para siratit, ndërsa Keutheri, profeti sallallahu alaihi wasallam, Allah ja ka dhënë në xhenet. Lidhje që kanë këto, në një transmetim thot profeti sallallahu alaihi wasallam kur flet për Keutherin, thot dhe tek ai thot është një haud. Tek ai është një haud, tek ai është një mirësi e madhe, dhe kur ka folë në disa tjera për haudin e tij, thot që ai ka disa rrugë, pra në cilën rrjedh uji prej xhenetit. Pra për këtë arsye kanë thënë haudi i profetit sallallahu alaihi wasallam, ujin e merr nga Keutheri që Allahu ja ka premtuar profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka persona të cilët në moment që do shkojnë tek haudi për të pirë prej ujit të tij, kanë për të kthyer mbrapa. Do t'i dalin me lajket, do t'i marrin e do t'i kthejnë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pra në hadith, ana faratukum ala al-haud, pra unë do t'jem para jush, pra do të qëndroj në haud. Wa la yurfa'anna rijalun minkum thumma la yukhtalajanna duni fa aqul ya rab ashabi fa yuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wa alaykum salam. Kur disa burra do të ngrihen, më thonë, do të merren, do të largohen prej meje dhe unë do të them, o Zoti im, shokët e mi, edhe do të thuhet, ti nuk e di çfarë kanë bë ato pas teje. Një hadith ka thonë
pra që janë kthyer një transmetim me një shtesë pak më gjatë se ky thotë janë kthyer në kufër. Pastaj janë kthyer në kufër dhe po flet për ato persona të cilët në kohën e profetit alayhi salatu wassalam, sa ishte ai gjallë, ishin musliman. E pas vdekjes së tij alayhi salatu wassalam, dezertuan. Pra prej tyre janë ato që mohuan dhënien e zakatit dhe që i luftoi Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Një transmetim, pra kuptohet e para bëhet fjalë për ata të cilët dezertojnë fen. E dyta në transmetim tjetër thot innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Domethënë thot transmetimi ti nuk e di çfarë kanë bër apo ma ghayyaru, pra kanë ndryshuar, wa badalu, kanë ndryshuar fen, kanë bër bidate pra. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam suhqan suhqan liman baddala ba'di apo suhqan liman ghayyara ba'di. Larg thot ai që ka ndryshuar pas meje, ka sjell ndryshime në fen time. Kështu që bidati, ai i cili e bën një bidat, domethënë e përhap një bidat e kështu me radhë, hecën me bidat, ka përqen prej tyne që rrezikon, domethënë mos të pi, mos të marri për kësaj mirësie. Ndërsa të treta tregon në një transmetim ku profeti sallallahu alaihi wasallam tregon për disa persona të cilët bëjnë disa mëkate, gjunahe të saktuara. Dietarët kanë thënë që nuk janë përcaktuara vetëm ato gjunahe që janë përmend në atë hadith, mirëpo do ketë prej besimtarëve të cilët do të jenë gjunaqtar që nuk kanë për të arritur këtë mirësi. Kështu që në moment që i mësojmë gjitha këto, haudi na jep një mësim të madh, pra çështja e haudit në kapjen për feje, kapjen prej sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Do ta dimë që këtë mirësi nuk e arrin vetëm se besimtari, muslimani. Kështu që kjo fe është mirësi, duhet ta lutim Allahun subhanahu wa taala të na ruaj sa jemi gjallë në fe, e të na mundsoj që kur dalim prej kësaj dynjaje të dalim besimtar. E dyta, të mundohemi sa më shumë të jemi në sunetin e profetit alayhi salatu wassalam. Pas edhe ky haud është haudi i profetit, haudi i të dërguarit. Pra në moment që ti do të shkosh tek ky haud, mundohu të jesh në sunetin e tij alayhi salatu wassalam. E treta, shmangi gjunafe, mundohu të afrohesh tek Allahu subhanahu wa taala me vepra të mira që të arrish këtë mirësi. Mirësitë, ai person që pi për këtij haudi, e tham që nuk ka për të pas etje kur. Në një transmetim tjetër tek Imam Ahmedi, nuk ka për t'u nxi fytyra kur. Ka pas prej atyne që e kanë kundërshtuar haudin, e profetit. Prej tyne janë Khawarijët, janë, nëse s'gaboj, Mu'tazilet, po ka dhe tjerë. Ato e kanë kundërshtu, edhe subhanallah, Rafidit përdorin një argumentim të keq, edhe kjo është e rëndësishme të përmendet, tek fjala që profeti alayhi salatu wassalam ka thënë do të vinë disa njerëz, pra edhe do të kthehen, edhe thot profeti shokët e mi, edhe i thojnë me lajket, ti nuk e di çfarë kanë bë ato pas teje. Rafidit, armiqtë islamit, po veçanërisht të sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, e marrin këtë hadith për të argumentuar se shokët e profetit alayhi salatu wassalam të gjithë janë qafira, jo besimtarë. Më thënë edhe përdorin, pra ky është një dyshim që ato e kanë hedhë, që pa u zgjat shumë, kundërpërgjigja është shumë e thjeshtë. Për ta hedhë poshtë si dyshim, i thuhet atyre, kush është argumenti juaj? Ato do të sjellin këtë argument që përmendëm. Se normalisht
është dhe ideja që nëse sjellin argumente prej librave të tyre, normal nuk merren për bazë, kështu që do mundohen me sjell argumente prej hadithit duke menduar që do ta kapin ngushtë ehli sunetin. I thu, në rregull. Ky argument që ju sollët, kush e kanë transmetuar? Sahabët. Po si transmetoni ju, si edhe si e pranoni një hadith nga një dezertor i fesë? Që edhe këtu bi poshtë dyshimi komplet. Prej personave që e kanë kundërshtuar haudin, thash ishin disa grupe që i përmendëm, edhe ka qenë, kjo është diçka që është përhap nga fundi i kohës së sahabëve të profetit alayhi salatu wassalam. Një prej prijesave ose prej atyre ambasadorëve të shëndimit Emewi ishte prej atyne që nuk e ka pas besu haudin, edhe mbase dyshimi që e ka pas kthehet tek pjesa që tham se haudin nuk është përmend në Kur'an. Nuk është përmend në Kur'an, mirë po ka shumë hadithe. Edhe kanë këshilluar te shokët e profetit alayhi salatu wassalam, edhe prej tyre ka qenë Ebu Barzat el-Aslami, ka qenë shok i profetit sallallahu alaihi wasallam dhe transmetues hadithesh, dhe një rast e pyet dhe i thot a ke dëgjuar diçka, sa ke dëgjuar ti domethën prej profetit sallallahu alaihi wasallam, po edhe prej shokëve ti për haudin? I tha, po, i tha, kam dëgjuar, nuk kam dëgjuar as një, as dy, as tre, as katër, as pesë, kam dëgjuar shumë hadithe që pohojnë në të haudin dhe cilësitë e tij. Edhe në fund, pra masi i flet diçka, i thot, nëse ti nuk beson në haudin e profetit sallallahu alaihi wasallam, Allahu mos dhont me pi prej tij. Allahu mos dhont me pi prej tij. Edhe ne themi për këtë që e mohon haudin e profetit alayhi salatu wassalam, Allahu mos i dhont me pi prej tij. Allahu na mundsoft të jemi prej atyre që do të pim prej haudit të profetit alayhi salatu wassalam, e mos kemi më etje pas saj, edhe mos na nxjihet më fytyra pas asaj pirje. Amin. Vazhdon autori, Allahu mëshiroft, thot, kalon në çështjen e imanit. Wa anna al-imana qawlun bil-lisani wa ikhlasun bil-qalbi wa 'amalun bil-jawarihi yazidu bi ziyadati al-a'mali wa yanqusu bi naqsiha. Fayakunu fiha an-naqsu wa biha az-ziyada. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. Thot, dhe se imani është fjalë me gjuhë dhe sinqeritet me zemër dhe vepër me gjymtyr. Shtohet me shtimin e veprave, paksohet me paksimin e tyre, dhe në të futet pra edhe paksimi edhe shtimi, dhe nuk plotësohet imani vetëm se me vepër, dhe as fjala dhe as vepra vetëm se me nijet, dhe as fjala dhe vepra dhe nijeti vetëm se në përputhje me sunetin e profetit alayhi salatu wassalam, dhe se nuk del prej feja askush me ndonjë gjunaf, pra nga muslimanët, nuk del prej feje me ndonjë gjunaf prej gjunafeve të cilët janë gjunafet që nuk të nxjerrin, kuptohet. Pra konsiderojnë gjunafe dhe jo kufër. Në këtë fjalë të autorit kemi disa çështje. E para, imani tek ehli sunneti dhe xhamati është, sikur se ka përmend Allahu mëshiroft, është i përbërë me 3 faktorë. Fjalë, pra besim në zemër, fjalë dhe vepër. Allahu thot, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Me të vërtetë thot Allahu, besimtarët janë ata të cilët kur përmendet Allahu, atyre i dridhet zemra. Dhe kur i lexohen ajete prej ajeteve të Allahut, i shtohet imani,
dhe tek Zoti i tyre mbështeten. Ata të cilët e falin namazin dhe prej asaj që ne u kemi dhënë, ato japin. Ato janë besimtarë të vërtet, ato kanë grada tek Zoti i tyre, falje dhe furnizim të bollshëm, furnizim bujar pra. Te ky ajet janë përmend të treja pjesët e imanit, do të thënë tek këto ajete. Prej tyre është fjala që thotë dhe tek Zoti i tyre mbështeten. Tewakkuli, mbështetja, është prej veprave të zemrës. Pastaj thotë ata të cilët falin namazin. Namazi përfshin dhe fjalën edhe veprën. Thot profeti alayhi salatu wassalam, el-imanu bid'un wa sab'una shu'ba aw bid'un wa sittuna shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariqi wal haya'u shu'batun min al-iman. Imani, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ka 60 e ca apo 70 e sa deg. Më e mira prej tyre është fjala la ilaha illa Allah, ndërsa më e ulta është largimi i pengesës nga rruga dhe turpi është pjesë e fesë. Pra, ky hadith tregon pra se tek imani futen të gjitha, futen fjala dhe vepra. Pjesa e dytë, ose pika e dytë që kemi në fjalën e autorit, janë disa grupe cilët kanë rënë gabim në çështjen e imanit. Këtu do të përmendim prej tyre murxhiet. Murxhiet janë ndarë në dy kategori. Të parat janë ghulatul murxhie, pra murxhiet ekstremist. Ata të cilët e nxjerrin veprën plotësisht prej imanit, madje dhe fjalën. Ata thonë që përderisa imani ndodhet në zemrën e njeriut, atëherë imani i tij është i plot dhe nuk i bëjnë dëm atij mangësitë që ka në vepra, pra mëkatet, gjunahet. Përse imani i tij është i plot sikurse imani i Xhibrilit alayhis salam. Edhe krahasojnë duke thënë sikurse njeriu në moment që ka kufër në zemër, veprat e tij të mira nuk i bëjnë dobi, përderisa ndodhet kufri në zemrën e tij. E njëjta gjë thonë është edhe me imanin, përderisa imani është në zemër, nuk i bën dëm atij asnjë lloj mëkati. Normalisht kjo fjalë është fjalë e gabuar që nuk përputhet me besimin e drejtë, me besimin e ehli sunnetit. Grupi tjetër prej murxhieve janë murxhiatul fuqaha, fuqahat e murxhieve, të cilët imanin e llogarisin, veprën e llogarisin prej imanit, mirë po thojnë që nuk ka ndikim në bazën e tij, por se ka ndikim në degëzim, ose është si degëzim i imanit, që do të thotë njeriu nëpërmjet veprave shtohet në iman, veprave të mira, dhe nëpërmjet mëkateve paksohet në iman. Si edhe me lënien e disa veprave që janë detyrë, paksohet në iman. Pra thojnë që kjo vepër, pra vepra ka ndikim në degëzim të imanit, pra në shtimin apo paksimin e tij. Mirë po, thojnë që nuk ka ndikim në bazën e tij. Pra, nëse njeriu nuk ka vepra, tek ata prap ngelet besimtar. Gjë e cila nuk është e saktë, pasi imani është ndërthuar me këto tre shtylla: besimin, fjalën dhe veprën. Me këtë mendim kanë rënë, pra në këtë gabim, në këtë mendim të gabuar, kanë rënë disa prej dietarëve, prej shpjeguesve të hadithit. Nga dietarët e vjetër është
Imam Ebu Hanifi, Allah më shëroft, pra imanin ai e konsideronte pra pohim me zemër dhe pastaj shprehje me fjalë, dhe nuk e quante veprën si bazë të imanit, pra pa cilën nuk ka iman. Sikur se disa shpjegues të hadithit kanë pasur po të njëjtin mendim, edhe prej bashkohorëve ka që kanë po të njëjtin mendim, mirë po e vërteta është ajo që përmendëm, se imani padyshim duhet i ketë 3 faktorët që përmendëm: besim, fjalë dhe vepër. Dhe nëse nuk ndodhet ndonjëra prej tyre, atëherë imani tek njeriu nuk është i saktë. Pra të dyja këto mendime, edhe pse grupi i dytë thamë janë pak më të lehtë, ama nuk janë në të saktën, pasi ne thamë që imani duhet i ketë të 3 faktorët, dhe imani shtohet dhe paksohet. Çështja e tretë në fjalën e autorit është se imani shtohet dhe paksohet, sikurse e përmendëm. Thot Allahu, kur atyre i lexohen ajetet e Kuranit, atyre i shtohet imani. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur shikoj dikush prej jush në një të keqe, le ta ndryshoj, më thonë, me dorën e tij. E nëse nuk ka mundësi, me fjalën e tij. E nëse nuk ka mundësi, me zemrën e tij. Dhe kjo, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, është imani më i dobët. Sigurisht ka ardhur në hadithin e ndërmjetësimit që do të dalin prej zjarrit, pra mbasi të ndërmjetësohet, njerëz që do të kenë në zemrën e tyre iman sa grimca, sa një grimcë, domethënë. Dhe kjo tregon që imani është grad. Dhe jo sikur se than ekstremistët e murxhieve që përderisa njeriu e ka imanin, ai iman nuk lëviz ndonjëherë. Apo të ndërrohen kështu, të dalin nga feja, murxhi. Ekstremistët po. Po, ndërsa të tjerët jo. Ndërsa grupi tjetër që tham jo. Pra thjesht nuk pranohet, kritikohet mendimi i tyre, ama nuk merremi shumë, për shembull, sikur se tham Ebu Hanifi, Allah më shëroft, ka qenë prej tyre që ishte i mendimit, domethënë që imani është besim dhe fjalë, ndërsa vepra është pjesë plotësuese, pra e plotëson, ndikon tek imani, po nuk e konsideronte prej imanit. Pjesërisht ka diskutim. Urdhra? Mund të jetë pjesën e parë e pranueshme, pastaj kur vinte vepra ha diskutim, sepse bie në kundërshtim. Bie kundërshtim. Pasi tam atë të parët, ekstremistët e murxhieve nuk janë, domethënë është fjala e tyre është kufër, domethënë. Ndërsa tjetra është gabim, por se nuk arrin kurrësi në gradën e atyre të parëve. Transmeton Imam El-Lalikai me transmetim sakt nga Buhariu, thot, kam takuar më shumë se sa 1000 burra prej dietarëve, edhe nuk pash tek asnjë prej tyre që të binte në kundërshtim se imani është fjalë dhe vepër, shtohet dhe paksohet. Imani është fjalë dhe vepër, kuptohet, këtë fjalë kanë pas thonë, jo që nuk përfshihet besimi në zemër, ama ka qenë diçka që vetë kuptohej. Edhe gjithmonë kundërshtimi ka qenë se shpeshherë dietarët në librat e vjetër flasin me atë fjalë ku ka qenë problemi. Shumë problemi ka qenë tek disa, ka qenë edhe te fjala, tek disa tjerë ka qenë edhe te vepra. Kështu që e nevojshme ka qenë të theksoheshin vetëm këto dyja, fjalë dhe vepër. Çështja e katërt, fjalën e autorit është se Islami dhe imani janë dy fjalë të cilat, pra, kur përmenden bashk, ndryshon kuptimi. Nëse i përmend bashk, ndryshon kuptimi. Përmendet në një fjali Islami dhe imani, kjo ka një kuptim e kjo ka një kuptim tjetër. Ndërsa kur përmenden veç, secila e përfshin tjetrën. Për shembull, nëse thuhet
filani është musliman, normalisht është dhe besimtar. Apo filani është besimtar, normalisht është dhe musliman. Ama kur duam të flasim për këto fjalë në aspektin e kuptimit tyre, kemi hadithin e Xhibrilit që e pyet profetin sallallahu alaihi wasallam, më trego çfarë është imani. Edhe i tregoi ai, do thon, punët e zemrës, do thon punët e po themi të fshehta, pra besimin në Allah, me lajket, me librat e pejgamberit, shumë rreth. Kur i tha çfarë është Islami, komentimi dhe shpjegimi që i dha ishin punët e gjymtyrëve, pra që duken, falja namaz, pra shahadeti la ilaha illallah, falja namazit, xhirimi i Ramazanit, dhënia e zakatit dhe haxhi. Pra kur këto fjalë, domethënë përmenden sikurse kanë ardhur në hadithin e Xhibrilit, secila ka kuptimin e vet specifik. Çështja e 5 në fjalën e autorit është, sikur se e përmendëm, që se s'bën, duhet që imani t'i ketë të 3 faktorët: besimin, fjalën dhe veprën. Dhe nuk mjafton besimi, më thënë, pa fjalë dhe vepër. Sikur se nuk mjafton fjala dhe vepra, vetëm se nëse ka besimin ose nijet, sikur se kanë thënë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim që veprat janë sipas niyetit. E gjithashtu, të gjitha këto që tham, fjala, vepra, besim, fjala, vepra dhe niyeti, pra që këtu kanë për qëllim besimin, nuk bëjnë dobi vetëm se kur janë në përputhje me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Thot profeti alaihi salatu wassalam, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kush sjell në fen ton diçka që nuk është prej saj, ajo është e kthyer. Apo kush vepron, ka thënë transmetimin tjetër, kush vepron një vepër e cila nuk është në të feja jon, ose nuk është prej fesë ton, ajo është e refuzuar. Nësa fjala e autorit dhe me këtë e mbyll, wala yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla, pra askush prej muslimanëve nuk del prej feje dhe nuk nxjerr prej feje për shkak të një mëkati. Normalisht ky është besimi i ehli sunetit që mëkatet nuk e nxjerrin njeriu nga feja. Qofshin të vogla të mëdha, vetëm nëse është, domethënë, kufër. Kur njeriu bën kufër të madh, atëherë njeriu del prej feje dhe kërkohet prej tij që të pendohet. Ama gjunahet sa do qofshin, atëherë njeriu nuk del prej feje vetëm nëse mohon diçka që njihet prej fesë. E mohon agjërimi, thot, nuk ka agjërim. Pra, ky ka shpreh diçka, ka mohu diçka prej fesë. Ky mohim normalisht që e ka nxjerr prej fesë, ose mohon një ndalesë prej ndalesave të fesë, domethënë. Jo më thot nuk ka si problem me pi alkol. Ku s'ka, pra e mohon. Ky lloj mohimi e nxjerr atë prej feje, derisa të pendohet. Dhe pendimi për këtë person është që ta pranoj ose të kthehet mbrapsht për asaj fjale që e ka thënë. Për shembull, një person, sikur se thëm, mohon zakatin, dhe kjo ka ndodhur në kohën e profetit, mbas vdekjes profetit sallallahu alaihi wasallam. Pendimi i këtyre është që t'japin zakatin, se ai për shembull mund t'i bëjë të gjitha, falet, agjiron, zakatin nuk e jap thot. Ky nuk i pranohet veprat e tjera derisa, pra, nuk e jap në sensin që e mohon. Nuk e pranon që duhet dhënë. Pendimi i këtij, pra nuk i quhen veprat e tjera, nuk i pranohen derisa ky ta pranojë, shiko, me të vërtetë unë gabova, zakati duhet dhënë dhe filloj ta japi. Ose tjetri, në moment që ka thënë, sikur se morëm rast ai që pi alkol, e thot nuk ka asnjë problem me pi alkol, apo nuk ka asnjë problem me bozina, se ka ndalu Zoti. Pendimi i këtij është të heqë dorë edhe ta shprehi që kjo është haram,
është haram dhe unë kam qenë gjunahqar, kam qenë i humbur. Ndërsa gjunahet e mëdhaja, sikur se tham, ato janë në mëshirën e Allahut, në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Nëse do, e fal robin e tij, e nëse jo, dënohet, mirë po nuk është përgjithmonë në zjarr, sikur se thojnë Khawarijët dhe Mu'tazilet, cilët thojnë domethënë që ky person i cili bën gjunahe del, pra nuk quhet më besimtar në këtë botë, edhe në botën tjetër është përgjithmonë në zjarr. Po. Po, Khawarijët dhe Mu'tazilet në moment që njeriu bie në gjunahe, e nxjerrin prej fesë. Po, e nxjerrin prej fesë në këtë botë dhe në botën tjetër thojnë që ai është në zjarr përgjithmonë. Pra është mendim domethënë që është larg ehli sunetit. Ka një pyetje në gjallë. Tek ajo çështje e parë, po ti themja kurioz më shumë e kanë shtjelluar në tej dietarët që e kanë studiozuar se duke qenë se është para udhës Siratit. Nëse lejohet besimtarit të pi uji aty, është një garanci ose një lloj sigurie që do ta kalojë dhe ulën e Siratit më mbrapa. Nuk e di domethënë që të ketë sepse ka domethënë kanë rënë kundërshtim që Sirati Haudi është para Siratit apo jo. Disa të tjerë thonë që është mbasi kalohet Sirati pranë tokën e Kantaras. Kështu që nuk di të ketë lidhje kjo me tjetër, mund të ketë, sepse hadithi Siratit është goxha e fortë faktikisht. Ama urën e Siratit do të kemi parasysh diçka që do ta kalojnë vetëm muslimanët, sepse ato që janë idhujtar, ato që janë jo besimtar, do të hidhen më njëherë në xhehenem. Për ato nuk ka llogari. Llogaria do të jetë, domethënë, për hipokritët, ka për të pas, edhe ato do të jenë prej tyre, kanë thënë dietarë që do të sprovojnë që të shkojnë aty, ama do të bien më njëherë. Kurse besimtarët sipas e kemi përmendur të mësimit kaluar, sipas veprave. Ai i cili ka vepra të mira, ato veprat kanë për të janë lehtësuar Allahu, domethënë, edhe ato veprat kanë për t'ju bërë dritë, sepse ura e Siratit është errësirë e madhe, është e hollë, është e lëvizshme, është e rrëshqitshme, të gjitha që i kemi përmend. Kush ka vepra të mira, Allahu subhanahu wa taala ja lehtëson atij njeriu. Ama mund të ketë lidhje, sepse siç e lexuam të hadithet, thot profeti alayhi salatu wassalam që transmetimi i Imam Ahmedit, pra nuk ka për të nxif kurrë fytyra e këtij personi, mbasi të pi. Mund të ketë lidhje, po nuk e di. Duhet parë. Allah shpërblet. Po ky problem të ne pyetje një besimtar, ju thonë që i falen gjithë gjunahet besimtarit. Nëse unë po bëj një gjuna sot, edhe po falem, po betove, nesër e përsëri atë gjuna me vetdije. Gjithashtu ditën tjetër po ashtu, si bëhet në këtë rast? Atëherë nuk lejohet abuzimi që ti të thosh ha se fal Zoti, e ke parasysh? Ama nëse njeriu është i dobët, është i dobët mund të bëjmë me vetdije, dhe e di që është gabimi, po pra do ta bëj. Shiko, s'ka gjë kur e bën se çdo gjë përdesa mendja është në rregull, me vetdije bën çdo gjë. Ama nuk është ai qëllimi. Qëllimi është që ti mos abuzosh vetvetiu, ha mos e s'ka gjë se fal Zoti, e ke parasysh? Nëse e nisesh me këtë lloj qëllimi, ha mos e s'ka gjë se fal Zoti, ky është problem. Ama nëse ti e di që po bën gjunaf, madje mund të ndjehesh keq. Ama dëshira, dobësia që ke të mund. Sepse ne dëgjojmë shumë, janë me besimtar, që dihen besimtar, edhe o filani bën shumë kështu, te vjen fare në xhami, te bën
këto gjëra kështu mirë, po ata të prishin dhe imazhin e muslimanit, ata lloj. Tu do pasur që kujdes, unë dëgjoj o xhallar disa sa grimca ka shkretira, ti janë gjunahet, Allahu i fal, mirë i fal. I fal pasaj bën tobe dhe i dorën ato. Po jo pasaj përsëriti gjithmonë her pas here dhe Po, atëherë thamë që do të ketë persona, domethënë këta që abuzojnë, Allahu e din shumë mirë çka kanë njerëzit në zemër. Ama dikush po flasim gjunaf që nuk ka të bëjë me haqet e njerëzve, se haqet e njerëzve do lahen. Edhe haku i tjetrit, domethënë është pak më i rënd, po themi, ama kur njeriu bën gjunave me veten e vet. Ra u dobësua, është i dobët, nuk do ta bëj, ndjehet keq, kjo është ideja. Allahu thot belil insanu ala nafsihi basira. Robi e di mirë çka ka në zemër. E di vetë robi Allahun. Ai që ndihet keq, lutim Allahun që t'ia lehtësoj, ama ka persona të tjerë që subhanallahu, domethënë nuk s'do t'ia di fare. Nuk ndihet keq, po ai abuzon. Abuzimi thamë është gjë tjetër. Ai thot, "Ha mos e fal Zoti, mos e s'ka gjë." Kjo është problemi, ama njeriu ka më persona që duan t'i largohen diçka, nuk e lën dot. Të marr një rast konkret. Ka musliman, madje dje më shkruajti dikush, e ka sprovu me bixhozin. Bixhozi domethënë përveç se shkatron pasurinë tate, përveç se është haram, nuk ka dyshim, ama edhe familja ndikohet prej bixhozit, prej atij harxhimit pasurisë. Mund të jesh me gru me kalamaj. Kur ti e çon pasurinë, domethënë nuk çon gjë në shtëpi. Ai thot ndihem shumë keq. Po u dobësova, thot, shkova prap. Pra bëhet smundje në herë, nuk ke ç'i bën. Vetëm se duhet me lut Allahun shumë, me i marr shkaqet. Prej gjënave që i thash, e ke lekun. Tha shejtani ik çojë në bixhoz. Në moment sa të vija i mendim, jebe sadaka, ose jebja familjes, ose bëjnë e i gjë, mos e majnë gjep. Se të mashtron shejtani, je i dobët. Ti shpëtosh derisa mas i farkohet, duke thënë sadaka. Mase ta lehtëson Allahu që të largohesh prej kësaj gjëje. Pra njeriu duhet me marrë dhe shkaqet, ë? Prej pendimit është, jemi i shoqëri që rrin gjithë natën, ke parasysh me muhabete që nuk i takojnë muslimanit. Do bësh shkaku, largohu prej asaj, prej atij veni. Shoqëria e vështirë. Si ishte sprovuar për ditë, po kjo do kujdes edhe duhet të bindet robi që ai kufiri është shumë i holl midis një besimtari standard dhe një hipokriti. Allah i holl është. Në qoftë se ti vazhdon edhe përsërit atëherë me shumë mundësi e futu tek grupi i hipokritëve, edhe është shumë e rrezikshme si është kjo që themi që hipokritët rrezohen kur shkojnë, pavarësisht se kanë pasur sjellje muslimanësh, po hipokriti mirë fill, po ka shumë hipokrit. Ka shenjë, nuk rrezikon të futet në atë grupim. Prandaj përsëritja është e rrezikshme. Pra ta marrësh gjunafin, domethënë, edhe sikur ti je gjunaf i vogël, ta marrësh me atë lloj lehtësie, bëhet gjunaf i madh. Domethënë kur ti i mshon, pra mund të jetë gjunaf i vogël, po bëhet i dashur. Ti hes me atmeni, hajmë se s'ka gjë. Atëherë ky kthehet në gjunaf të madh. E nëse bën gjunafe të mëdha, ha mos se s'ka gjë, se fal Zoti, e ke parasysh këto janë gjëra të rrezikshme, madje këto edhe mund ta çojë njeriu në mosbesim. Këto edhe mund ta çojë njeriu në kufër, nuk ka dyshim se zemra e njeriu njolloset, nxihet nga gjunafe derisa ursohet edhe ka shpresë më. Nuk i bën më pastaj nuk ngrohet më te feja. Allahu na rujt, por njeriu duhet me marr shkaqet. Do thonë kur e shikon që një X apo Y gjë po të largon ty prej fesë, largohu. Kemi hadithin e atij personit që do bënte pendim. Edhe i tha, ik larg pra që vrau 99, i parasysh e boni 100, pastaj i tha ik largohu prej këtij veni, tha se te ky vend tha ti ke njerëz që të nxisin te e keqja. U largu, e në mes rrugës e gjeti vdekja, domethënë, ama e boni shkakun. Edhe Allah ja pranoi pendimin. Pa pjesë e pendimit është që ti mos trish aty
ku je i rrethum nga harami, je i vendi që është për hap imoraliteti, duhet me ndru vend. Emigro për mirë. Se trish aty ku janë sprovat, më thonë, si thot hadithi, dhe më thonë, për çdo, thot profeti, për çdo bari, thot, e ka ato kufit. Kurse kufit e Allahut, thot, kufit e Allahut janë ndalesat e tij, thot. Ai i cili përmend shembull, më thonë, për dyshimet. Kush rri afër dyshimeve, mund të bi mrena. Po edhe kush rri afër, po themi, haramit, ti afër, ti i rrethum prej haramit, i rrethum prej shkaqeve që të thrasin në haram. Ke mundësi të largohesh e ti vazhdon të rish aty. Vi moment që mund të sprovohesh. Mund bish ti mrena dhe pastaj Allah na rrit. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.